ishte i natë që profeti e ka kaluar duke u falur, duke qarë për shkak disa jetëve shumë të forta që i kishin zbrit. Ibrahimi a.s. u testua prapë me bashortën që e donte aq shumë Sara. Dhe në kohën që ajo pra shpëtoi nëpërmjet lutjes dhe mori dhuratë, një nga dhuratat ishte edhe zonja Haxhere. Mbasi ikin nga Egjipti në një vend tjetër, kishin një sprovë Ibrahimi me Sarën, nuk i kishte dhuruar Zoti fëmijë. Sara nuk lindte. Ibrahimi a.s. e donte aq shumë, megjithëse nuk lindte fëmijë, megjithëse e kishte ëndër të kishte pasardhës, ai asnjëherë nuk ja vuri ndukje Sarës. Kishin një sjellje goxha brillante me njëri tjetrin. Megjithëse e kishte në shpirt, nuk ja shprehte, po Sara e kishte kuptuar. Dhe i ditë i thot Abdu që o Ibrahimi, thot bashorti im i dashur, Zoti na ka sprovuar me këtë sprovë që nuk kemi fëmijë. Unë gjatë kësaj kohe e kam parë, Haxherën është një femër e jashtëzakonshme. Morali i saj është shumë i lartë, geni i saj është shumë i pastër. Unë tha, mendoj se ti duhet kesh pasardhë dhe inshallah Zoti ta bën pejgamber fëmijën që do kesh, nëse është djalë. Unë mendoj që të martohesh me Haxherën edhe të keni një fëmijë. Kjo ishte i gjosh shumë se ato e doshin shumë njëri tjetrin. Po dëshira e madhe e Sarës që të kishte fëmijë bashorti Ibrahimi a.s. dhe ajo nuk mund t'ja mundsonte, i dha hapësirë për Haxherën. Për shembull, një natë ishte pejgamberi a.s. në shtrat me Aishen dhe i thotë, o Aishe, unë dua thot sot të lutem, a mërzitesh ti që të falem gjithë natën. Dhe Aisha i thot i fjali të bukur, që duhet ta ketë bashorti me bashortin, i thot, unë dua shumë të qëndrosh me mu, por në të njëjtën kohë unë dua shumë atë që e don ti. Kështu që çou edhe falur, dhe ishte i natë që profeti e ka kaluar duke u falur, duke qarë për shkak disa jetëve shumë të forta që i kishin zbrit. Dhe Ibrahimi a.s. martohet me Haxherën dhe Zoti i dhuron një djalë i cili quhet Ismail.